Që do të thotë, jashtë këtyre, KQZ-ja kur ne i çojmë që filan televizion ka transmetuar jashtë kohë, ajo e di vetë pasaj se sa është dëmi dhe pjesën e saksionit. Ose kur jep një kështu sondazh dhe sondazhi nuk është i përcaktuar që të thotë që kush është porositësi, kush është organizatori, sa është marzhi i gabimeve, sa është numri i kampionit dhe data kur është kryer. Këto janë 5 kërkesa që i ka kodi zgjedhor. Nëse monitoruesi jonë shikon që mungon një nga këto elemente, atëherë ne njoftojmë Komisionin Qendror Zgjedhjeve dhe por ç'ndodh me këto gjetjet tona? Në transparencë shumë të plotë, gjithçka që ne i çojmë KQZ-s, mbas po themi gjysmore, mbas 1 ore maksimumi, këto janë në faqen zyrtare të Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Që do të thotë secili operator, përfshi dhe A2 CNN-in, e di në ditë të një dite më përpara, se ne punojmë mbi regjistrimet, se e ke parasysh duhet të regjistrohet dhe gjithë dita, që pastaj operatorët, ato monitorët tonë punojnë, dhe diku nga ora 2-3, po themi ne në mesditë, ne e kemi çuar. Menjëherë KQZ-ja e publikon të gjitha skedat e subjekteve që ne monitorojmë. Qartë. KQZ-ja ja u çon dhe me email çdo operatori. I thot, ja kush janë monitorimet ditore. Ky është një element. Elementi i dytë. KQZ-ja i çon dhe kur bëjmë në përmbledhjet javore, sepse përmbledhjet javore janë shumë të rëndësishme, sepse ato tregojnë se ku jeti me balancë. Ato është faktografi, nuk e rregullojmë dot ne dy temin që ku diun tonet ishin kështu, tonet. Koha është faktografi, është llogari, sepse ne kemi në regjistrimet aty ne kemi, ama nuk fik asgjë. Regjistrimet aty janë, ne mund të për kuriozitet e zëm, po të kemi kuriozitet në të dy, mund të shikojmë zgjedhjet e 2021-shit. Zgjedhjet 2017. Domethënë janë aty. Çdo operator vjen, sakson, biles mua më kujtohet që edhe subjekti juaj në zgjedhjet lokale, domethënë ka pyetur për filan kështu dhe jemi sqaruar në pjesën e metodologjisë së kalkulimit, si bëhet kalkulimi, ose pse na i keni llogaritur kështu, pse na i keni llogaritur ashtu etj. Qartë. A do të ketë rritësia, keni menduar në diçka ndryshe për të fushat? Shiko, risia është nga pikpamja e infrastrukturës. Ne nuk është se kemi bërë ndonjë avancim, sepse AMA është në bashkëpunim me Këshillin e Evropës për ta, si thua, për ta përmirësuar në mënyrë rrënjësore pjesën e infrastrukturës. Që do të thotë, nëse ne do fusim elemente softe të avancuara, do fusim dhe elemente robotik, që ti fut një kampion të vogël dhe përmes asaj ti kupton se çfarë bëhet në një kohë shumë të shkurtër. Kjo do t'i japi mundësinë AMA, nuk e ka dhe këto zgjedhje, ne prisim që ta kishim, nuk e ka dhe mundësinë që t'i harxhonim shumë pak kohë të dhënave sasiore për të monitoruar për të pasur shumë mundësi për të dhëna cilësore, që do të thotë tonet, ajo që ju pyet, domethënë tonet, mënyra e cilësisë, mënyra e një lloj si e trajton ti këtë, si e trajton atë. Pra ajo midis radhë, gjë që është shumë e mirë. Risia e vetme që ne kemi faktike deri tani është që nëse ne shumë operatorëve lokal ja kërkonim këto regjistrimet, sepse nuk kishim mundësi që të regjistronim, tani si thua nga përmirësimi i teknologjisë është bërë që ne ato i kapim. Sigurisht ne mund të ndodhë një defekt, një gjë dhe A2 CNN mund mos e regjistrojmë, por A2 CNN e di që duhet i ruaj 10 muaj deri në 10 muaj këto regjistrimet dhe ne ja kërkojmë dhe mbi bazën e asaj ne e monitorojmë. Por kjo është risia që ne tani dhe operatorët lokal që kemi në fokus nuk ashtu. Pastaj pjesa e metodologjisë është e njëjta dhe metodologjinë e ka hartuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Qartë. Në shtesë asaj që u thashë, ne punojmë në funksion dhe në shërbim të Komisionit Qendror i Zgjedhjeve gjatë 30 ditëve të fushatës. Duke folur pra për shkeljet apo për monitorimin e AMA-s, duke bërë një paralele nga zgjedhjet në zgjedhje me përmirësimin e teknologjisë së AMA-s, jeni ju më të ashpër në rregulla apo operatorët janë ndërgjegjësuar tashmë? Shiko, unë do them që operatorët këtë e shikojnë nga interesimi. Më besoni që në 3 ditë të fundit, dhe nuk është se ka lënë 3 ditë të fundit, po gjërat kanë radhën e tyre, kupton, sepse do filloj fushata e ka ardhur shkresa nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Interesimi është krahasuar me zgjedhjet lokale, për shembull, që kemi pas në 2023-shin, absolutisht kemi telefonata, na kanë ardhur aty, domethënë nga ky interesim kuptohet që ato kanë një lloj përgjegjësie, një lloj sepse në fundit për zgjedhjet e kaluara, nëse kanë bërë dëm, nëse e kanë shkelur ligjin, nuk e kanë respektuar kodin, kanë marrë penalti. Mund të kenë marrë tërheqje vëmendje që është gjë më e mirë, po kanë marrë penalti. Dhe KQZ-ja atë penaltin ta vën mbi bazën e fakteve, e regjistrimeve dhe gjërave, domethënë shkelja është e vërtetueshme.
Kështu që nga ky aspekt i interesimit do të se kam ndërgjegjësim. Po unë do bëj dhe krahasimin zgjedhjet e 2021 me 2023 kemi më pak shkelje që kemi raportuar në Komisionin Qendror Zgjedhje. Që unë besoj, kjo është e përkthyer dhe në më pak penalti ose në pak sanksione nga Komisioni Qendror Zgjedhje. Kjo është në bazë të atyre. Çfarë na rezulton që janë problemet më tipike të atyre aspekteve që disa OSHMA po e quajnë unë siç e thot ligji, po disa operator audio-viziv nuk i respektojnë. E para është balanca. Janë shumë më pak krahasuar nga zgjedhjet e mëparshme, operatorë të cilët kanë një balancë të thellë mes të paktën subjekteve kryesore politike. Në rastin konkret, aktorët që luajnë tani është Partia Socialiste, që është parti e majorancës, dhe Koalicioni Shqipëria Madhështore, ku janë futur edhe një sër subjektesh të cilat ata do luajnë si koalicion. Dhe ne, kur i llogarisim, kur i kalkulojmë PS-n më vete dhe koalicionin vete. Nëse ka një veprimtari për leja, ju e keni parasysh, ajo do futet te koalicioni. Nëse ka një aktivitet Partia Republikane, ajo do futet aty, Partia e Bashkimit Drejtave të Njeriut e tjera, pra pjesë e koalicionit. Ndërkohë që kjo është një lloj balance, pra e PS-s dhe PD-s. Po janë dhe partitë parlamentare, po që janë më të vogla, që kanë nga pak deputet. Sikur janë dhe partitë jo parlamentare. Këto janë 3 nivele për të cilat operatori duhet të tregojë një lloj balance në këtë. Cilat janë të tjera që janë vënë re? Janë dhënë reklama jashtë orarit të lejuar.